Torino ka mposhtur Cremonezën në ndeshjen e vlefshme për javën e 15 në Serie A. Goli vetëm i sfidës u realizua nga Vlašić në minutën e 27. Futbollistët e kombëtares Kuqezi, mbrojtësi Ardian Ismaili dhe mesfushori Kristian Aslani e nisën sfidën titullar dhe luajtën të gjithë ndeshjen duke bërë performanca të mira. Kështu skuadra e tyre rikthehet te fitoria pas 6 ndeshjesh në kampionat, kur e fundit ishte ndaj Genoas në 26 tetor. Presidenti i Torinos Urbano Cairo ka prezantuar sot para mediave drejtorin e ri sportiv Gianluca Petraki, i cili ka marrë vendin e Davide Vanjatit, i shkarkuar një ditë më parë nga detyra e tij. Një vendim që ka shpëtuar për momentin trajnerin Marco Baroni, por ka dhënë një sinjal që gjërat nuk po shkojnë mirë në klubin të cilit në ver u bashkuan Ardian Ismaili dhe Kristian Aslani. Dhe pikërisht merkato e verës ka bërë nga drejtori sportiv paraardhës ka qenë pika ku Cairo është mbështetur për të marrë vendimin e tij, duke e thënë hapur një gjë të tillë dhe në konferencën e sotme për mediat. Fushata e blerjeve deri më sot nuk ka dhënë frytet që shpresonim. Kjo nuk do të thotë që këto lojtarë nuk mund të japin rezultate dhe të bëjnë ndeshje të mira. Disa prej tyre kanë kaluar dëmtime, pastaj pritet dhe më shumë pasi ke shpenzuar për ta. Unë pres që të nxjerrin në pa potencialin që kanë dhe të na japin rezultate të mira, tha Cairo para gazetarëve. Izrael, Pedersen, Aslani, Ngonç, Simeone, Nkunku, Biragi, Ismaili dhe Anjorin janë futbollistët që Torino ka ofruar gjatë merkatos së verës.